Fol Shqip o tej. Kjo është nisma e fundit e iniciuar nga ambasadori i Shqipërisë në Shkup Denion Mejdani pas problemit që hasën studentët shqiptar për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Nisma ka ngjallur reagime në opinion, ndërsa pritet të shihet nëse institucionet përkatëse do të marrin masa konkrete për zgjidhjen e kësaj çështje. Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali tha se ligji për provimin e jurisprudencës që është aktiv që nga muaji janari vitit 2020 ka defekt pasi nuk e precizon se në cilën gjuhë duhet të jepet provimi. Sali tha se mbështesin kërkesën e studentëve shqiptar të juridikut që provimi të mund të realizohet edhe në gjuhën shqipe. Ligji për provimin e jurisprudencës është miratuar në vitin 2019 dhe ka efikasitetin apo është aktiv prej 1 janari 2020. Që nga ajo kohë deri më tani provimi është dhënë në mënyrën si karjedh, ashtu siç ka vlerësuar vetë Ministria e Drejtësisë. Ka një defekt në ligjin i cili nuk ka precizuar gjuhën në të cilën duhet të jepet provimi i jurisprudencës dhe këtë defekt do të mundohemi ne tash ta përmirësojmë apo ta precizojmë, për arsye se siç duket Ministria e Drejtësisë nuk është e gatshme të respekton kushtetutën e vendit, e cila nuk kupton gjithçka që është mbi 20% e popullsisë në vendin tonë duhet të respektohet gjuha amtare që nuk kupton, gjuha shqipe duhet të jetë zyrtare dhe është e drejtë çdo juristi apo të diplomuarit të provimin e jurisprudencës të jep në gjuhën amtare të tij, në gjuhën shqipe. Këtu do ta përsëris edhe një herë qëndrimin e Vlenit se jemi pro kësaj kërkese dhe përkraja jonë do të jetë maksimale ndaj studentëve që ata të fillojnë të japin provimin në gjuhën shqipe. Avokati i popullit ka konfirmuar se kanë hapur procedurë lidhur me provimin e jurisprudencës, i cili nuk ofrohet në gjuhën shqipe, por vetëm në maqedonisht. Ndonse nuk ka dorëzuar ndonjë nismë konkrete deri te zyra e avokatit të popullit, Faton Selami ftoi qytetarët të cilëve u është shkelur kjo drejtë që të njëjtën ta paraqesin. Çdo qytetar që konsideron se i është shkelur një drejtë e garantuar me kushtetutë apo ligj, ka të drejtë të iniciojë procedurë pranë avokatit të popullit duke paraqitur parashtresë. Megjithatë, zyra e avokatit të popullit deri më tani nuk ka regjistruar parashtresë që lidhen drejt për drejt me çështjen. Avokati i popullit nuk do të kufizohet vetëm në pritjen e parashtresave individuale. Në përputhje me kompetencat e përcaktuara me ligjin për avokatin e popullit, do të iniciojë menjëherë procedurë me vetë iniciativë për shqyrtimin e kësaj çështjeje. Në këtë kuadër do të realizohet një analizë e dispozitave të ligjit për përdorimin e gjuhëve, si dhe veprimeve të Ministrisë së Drejtësisë lidhur me zbatimin e këtij ligji në organizimin dhe zhvillimin e promovimit të jurisprudencës, tha avokati i popullit Faton Selami. Nga BDI thonë se në mënyrë brutale dhe të papranueshme ministri ka injoruar kërkesat legjitime juridike të studentëve shqiptar për mbajtjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, një e drejtë e garantuar me kushtetutë dhe ligj. Ky veprim përbën precedent të rrezikshëm institucional, ku ministri i Drejtësisë vendos veten mbi kushtetutën, mbi ligjin, mbi qeverinë dhe mbi çdo institucion tjetër të vendit, duke cënuar rënd parimet e shtetit të së drejtës. BDI vlerëson se kjo qasje jo vetëm që cënon barazin gjuhësore dhe juridike, por godet drejt për drejt themelet e rendit kushtetues dhe bashkëtesës ndëretnike. Bashkimi Demokratik për Integrim i bën thirrje qeverisë që mos të lejoj Ministrinë e Shëndetësisë të vendoset mbi ligjet dhe mbi kushtetutën, por të ndërmarrë masa konkrete për të mundësuar studentëve shqiptar mbajtjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, gjuhën të cilën kanë kryer studimet dhe gjuhë që është zyrtare sipas rendit kushtetues të shtetit, thon nga BDI. Së fundmi edhe ish-ministri i Arsimit në Kosovë, Arsim Bajrami, ka reaguar duke thënë se institucionet në Maqedoni po ndërmarrin hapa antikushtetues me mospranim të kërkesës së studentëve shqiptar për provim në gjuhën amtare. Së fundmi, reagim ka pasur edhe nga Alianca për Shqiptarët e Zotrit Taravari, të cilët gjithashtu kërkuan që të respektohet kërkesa dhe e drejta e studentëve.